Gëzuar një qershori! Sot në mbar botën shënohet një qershori, dita e fëmijëve. Kjo ditë është festuar këtë të diel dhe në Vlorë. Në mjediset pranë shëtitores bregdetare është zhvilluar një koncert artistik, organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve. Mes fëmijëve ka qenë këtë një qershor dhe kryebashkiaku Ermal Dredha. Lumturia e fëmijëve është lumturia jonë, është shprehur Dredha, ndërsa ka konfirmuar jo vetëm vimësinë e aktiviteteve të tilla, por dhe mbështetje për shkollarët. Pra kemi ardhur sot këtu, shkruar një ambient i posaçëm për gjithë fëmijët e Vlorës që duan të marrin pjesë në festimet në kuadër të një qershori. Është dita e tyre në fakt, por është edhe dita jonë, sepse kur shikojmë ata të lumtur, jemi të lumtur edhe ne. Ne mundohemi të krijojmë kushtet dhe patjetër të urojmë gëzuar këtë ditë që ata e kanë tepër të veçantë, dhe ne mundohemi të bëjmë sa më shumë aktivitete. Ju e dini që nuk është vetëm dita e sotshme, por ka gati 3-4 ditë që ne vazhdojmë bëjmë aktivitete të ngjashme pothuajse, duke përfshirë dhe muzikën. Dhe kemi parë lumturinë në fytyrat e çdo fëmiu vlonjat. Edhe ne ku ta gjejmë të organizojmë sa më shumë evente të tilla. Kështu që gëzuar edhe të jemi gjithë bashkë kur vjen puna për të krijuar kushte sa më të mira për fëmijët tanë. Faleminderit, gëzuar. Më pas fëmijët artistë kanë performuar këngë dhe balet për bashkëmoshatarët e tyre. Dita e fëmijëve është vendosur më 1 qershor, pasi në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenevë në vitin 1925. Por kjo ditë njihet dhe për sensibilizimin, për t'i thënë jo dhunës, bullizmit dhe abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Një qershori e ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina, por shumë vende të botës e pranuan atë si festën ndërkombëtare të fëmijëve dhe realizojnë festime të cilat kanë si qëllim të rrisin vëmendjen në drejtim të mirëqenies së tyre.